Po këtu çfarë kemi gati? Këtu gati tani kemi lakror. Lakrorin në saç. Me çfarë keni gatuar zonja Lela? Kemi bërë brumi t'i kam hedhur vezë qumësht. Me vezë? Me vezë qumësht. Kam hapur petët, i kam hedhur lakrat, edhe lakrat përsëri kanë qumësht brenda. Thjesht pjekja në saç. Zakonisht racioni i gjela deti përgatisni për restorantin tuaj? Neve të gjitha porosit që bëjmë vinë me një gjel deti. Për shembull, një tavolinë, nëse ka 4 persona, 5 deri në 6 porosisin marrin një gjel të gjithë. Më shumë kur ka tavolina të mëdha marrin 2 gjela, 3 gjela. 3 gjela? Po i marrin se s'bën. Po në saç çfarë pishni tjetër? Çfarë keni tradicionale? Ne të gjitha tavat e zogjve, zojt, tavat që kemi tradicionale, rosnicat, tavën me oriz, me makarona, me perime, dhe tavën gjysmë për gjysmë me oriz dhe me makarona. I përgatisim të gjitha në saç. Zojt përdoren zakonisht gjastinëve të tjera, ndërsa tani në ditë përdoren tani vetëm gjelat ecin më shumë, ecin edhe zojt, po gjelat janë kryesisht fjala e parë. Le ta shohim, a është përgatitur, a është gati gjeli detit? Besoj se po. Një kemi këtu. Sa arome mirë që vjen. Normal, është gjel fshat. Tani është gati për të servirë në tavolinë. Zonja Lela, kush ajo ka mësuar ju përgatitjen e gjelit të detit kaq të veçantë? Për sa kohë gatuani ju? Shko, gjyshja ime ka gatuar shumë mirë. Nga gjyshja mësoj mami, ku ka qenë për shumë vite kuzhiniere në mencën e kooperativës. Mbas mamit mësuam edhe ne gjitha bijat e asaj familje gatuajnë shumë mirë. Unë e kisha pasion, e kisha shumë dëshirë gatimi, se sa herë që gatuaja më bënin komplimente dhe prandaj na lindi dëshira që të hapnim një restorant. Këtë do thoja, ka qenë kuzhina pasioni juaj, sepse dije që aroma e gatimeve mbledh ato shtëpinë bashkë dhe atë gjën qetësi. Po, gjithmonë edhe nga ta afër, nga kushurinë që vinin, drekonin tek ne dhe më bënin komplimenta për mënyrën e gatimit. Po ju a e keni trashëguar, le të themi, a keni një përbesa që po përpiqeni të trashëgoni këtë? Po, nusja ime ka mësuar jashtëzakonisht shumë të gatuaj, po dhe vajza ime që nuk jeton këtu, jeton jashtë shtetit, të gjitha gatimet ajo i bën vetë. Po çaj keni një merak që i thoni ju që nuk do t'i mungoj gjelit të detit? Gjelit të detit. Një sekret të vogël. Mendoj se gjithë sekreti është tek mënyra e përsheshit pasaj. Përshesh. Ai shoqërohet me përshesh, po duhet të gatuhet mirë përsheshi, kulaçi, të bëhet mirë, edhe aty është gjithë sekreti i gjelit të detit. Në rregull, tani që gjelin e detit e kemi gati, do të përgatisim përsheshin që ta shoqërojmë tamam. Po, normal. Zonja Lela, këtu kemi të gjithë gjërat e nevojshme që na duhen për të përgatitur përsheshin. Ky është kulaçi. Kulaçi që sa është përgatitur se është i ngrohtë akoma. Çfarë duhet për të përgatitur kulaçin e përsheshit? Unë kam hedhur, është mielli produkti i parë, ka kos, ka vajulliri, sod, asgjë tjetër. Edhe këtu e keni traditë të trashëguar nga gjyshja, merakun e gjyshjes. Gjithmonë kështu ndodh. Çfarë duhet tani për të si ja nisim punës? Këtu kemi marrë lëngu i gjelit të detit, me gjithë të brendshmet e tij dhe erëzat. Edhe të brendshmet është e nevojshme që të jenë aty. Edhe të brendshmet janë këtu. Kjo është sasia e duhur? Kjo është sasia që ne mund të duam për të përgatitur përsheshin. Çfarë ka brenda lëngu? Lëngu thjesht lëngu i gjelit të detit me lyrën e tij. Edhe po erza, a ka erza? Çfarë erza përdorni? Nane përdorim. Vetëm nane? Vetëm nane për të përgatitur përsheshin. Le të nisim tani ta përgatisim. Përsheshin nuk e bëjmë shumë të vogël kur e thërmojmë, se na bëhet shumë i ushëm pastaj.
Nëse e bëjmë copa të mëdhaja që edhe kur të kemi mundësi që ta përzijemi me lengun e punës, mos në thërmohet fare. Për sa persona mund të jetë Kjo për 4 persona është më se mjaftueshme. Sekreti i kulaçit këtu i përsheshit është që të jetë sa më i thatë, më me kothere, domethënë. Ta bolla sekreti sot. Po fluksin e ditës, zonja Lela, si e përballoni? Gjelat zakonisht janë të gjithë të rezervuar. Të gjithë të rezervuar. Marrin. Keni kohën e mjaftueshme për ta përgatitur. Mjaftueshme për të përgatitur se ka raste që bëjmë 10-12 gjela në ditë, kështu që 12 gjela. Përveç përsheshit që është dije që është tradit në zonën e Beratit, çfarë gatuani tjetër në restoranti Lis? Të thash të gjitha llojet e tavave me zogj. Kemi dhe mishin e qenjit, mishin e kecit, kemi mishin e viçit. Mua ajo që më ranë syën dhe turshit që nuk mungojnë në sezonin e dimrit. Sidomos me përshesh duhet jetë patjetër se të shtojnë ato reksin që ta hash akoma më shumë. I përgatisni vetë në restoran? Vetë, të gjitha vetë. Në rregull, është gati tani për t'ia hedhur lengun? Tani është gati, do t'i hedhim lengun. Përsheshi duhet konsumuar gjithmonë i nxehtë, besoj. Jo, përsheshi i ftohtë, lengu i ngrohtë. I ftohtë. Po. Në moment që mos të na bëhet shumë i ngjitur. A mendoni që ende gatimet tradicionale janë të preferuara dhe nuk largohen nga tryeza? Patjetër, sepse ne jemi shumë larg qytetit, jemi në vende të thyra malore dhe nga ushqimi që kemi tradicional preferojnë të vinë klientët tanë këtu. Po turistët kur vinë dhe ju shohin se si përgatisni, që theni gjelin e detit, çfarë ju thonë, e pëlqejnë? Ata e pëlqejnë dhe kanë dëshirë marrin pjesë bashkë me ne në gatim. Vinë, gatuajnë bashkë me ju. E kam qejf shumë mënyrën e gatimit si i përgatisim neve. Do përdorit i gjithsesi ai lëngut apo? Besoj se po, do ta lëm pak të pushoj, që ky të thithin pjesën që ne kemi hedhur. Pastaj nëse do ta shojmë të arsyeshme që të hedhim, do ta hedhim patjetër. Tani për tani nuk do t'i hedhim. Tani ne do ta hapim pak këtu në mes me qëllim që t'i lëm vend të gjelit të detit ta çojmë këtu. Tani është gati për të servir. Ky është përsheshi që përgatitëm sot me zonjën Lela dhe unë jam gati që ta shijoj sot. Zonja Lela e ka gati sherbetin që si përgatitet? Mbasi është bërë baklavaja, kemi përgatitur sherbetin, kemi dherdhur sheqerin, kemi hedhur... Sa kilogram sheqer? 2 kilogram sheqerin, 1 kg gjysmë. Për të tepsit nevojitet 2 kilogram. Kemi dherdhur pak sheqerin, kemi hedhur unë, kemi zgjedhur dhe kemi hedhur gjysmë limoni. Po limoni pse? Çfarë sekreti ka? Që mos na sheqeroset baklavaja, të rinj sherbeti ashtu në formë mjalti. Mjalti. Ja dhe një sekret tjetër e mësua. Tani ne kemi përgatitur brumin e baklavas fillimi. Tani do t'i themi të gjitha sekretet. Po tani. Brumi ka vezë, ka pak kos, pak qumësht, ka fryrës, ka vaj, ka gjalp. Sa kokra vezë keni përdorur? Për këtë se kjo ka 80 pet. Kjo baklavaja dhe na është dashur 8 kokra vezë. Duhet të jem fshati? Patjetër, nuk ka kuptim. Tani mund t'i hedhim sherbetin që kemi përgatitur më përpara. Sherbeti duhet të jetë i ngrohtë, i ftohtë? Ngrohtë dhe baklavaja e ftohtë. E ftohtë. Gjithmonë kështu ndodh. Po çfarë keni përdorur? Ara? Arat, patjetër. Nuk ka kuptim baklavaja pa ara. A ka një sasi sa ara? Kjo është një baklava goxha e trash dhe ka rreth 2 kg ara.
Dhe përdorin të gjithë sasinë e shërbetit? Po patjetër, kjo është me masë, është me standarde, kështu që nuk e lëm dot. Kjo Po do ta për pipi të aromë, gjithë. a është e nevojshme të përdorim diçka? Unë nuk përdor aromë, se vetë limoni që unë i kam hedhur dhe pak zhap limoni, ka çuar një aromë shumë të mirë. Kështu që s'ka nevojë për aroma të tjera. Pse mendoni kur qëndron vlera e përgatitjes së baklavas? A e shihni si fatësielse, le të themi, për shtëpinë, për Po patjetër fatësielse. Se një herë në vit e bëjmë këtë, prandaj i themi se kemi fat kur e përgatisim. sa ditë para duhet përgatitur Kjo- para kësaj nate që ne mund ta shihojmë sot? Po thuaj se 5 ditë para. 5 ditë para. Në çfarë temperature e pishni petët? Këtë fillojmë me 200 gradë, të ngrohur furrin pak më përpara. Pastaj e çojmë në 160 për rreth 4 orë. Ajo që më bëri përshtypje mua është kjo ngjyra e florinjt e baklavas. Si ja keni dalë që mos ta djegni, le të themi, petën lart? Sepse duke i ndendur atij me gradacionin ke punë. Që mos ketë shumë temperaturë të Sa orë lartë. duhet të qëndrojnë në pjekje? Pjekur një baklava do 4 orë në furrë. Sepse gjithmonë do ta mbash me temperaturë të ulët që të piqet, të arrit pjekjen në durrës. Lakrorin e kemi gati. Baklavan po ashtu, për sheshi që nuk mungon në tavolinë, kështu që do të shkojmë për të shtruar tryezën dhe për të shijuar dhe zarzavatet e zonjës Lela. Le të shkojmë.